Ju përshëndes të dashur miq, këtu nga restorant Fati. Vim sot këtu për të sjellur me dukura për një maturante e cila quhet Romina Zaid. Këtu na ka dërguar shoqja e saj Ksenja, që ndodhet lart. Shkojmë ta shohim. Momenti. Në festë sa bukur, kalofshi bukur, të natë ka që shumë të veçantë. Ne jemi surpriza Maria dhe vim sot për të sjellur urime të bukura nga larg në pak. Kush mendon se na ka dërguar? Ta fshi pak foto. Ndonjë njerëz të vjen ndërmend kush mund të jetë? Hallat, babin, Një mirë. Unë po të lexoj një dedikim të bukur, sepse kjo surprizë është porositur me shumë dashuri nga larg, thash. Urime mbrëmjen e maturës e bukura ime. Të uroj që kjo natë të jetë plot buzëqeshje, emocione të bukura dhe kujtime që do t'i ruash gjithë jetën. Shkëlqesonte, ashtu siç di vetëm ti, dhe shijoje çdo moment sepse e meriton. Jam krenare për gjithçka që ke arritur dhe të uroj që rruga jote e re jetë e mbushur me suksese, lumturi dhe ëndra të realizuara. Të dua shumë dhe të uroj nga zemra një mbrëmje të paharrueshme, të puç fort, Ksenja. Një kuqej të vjen nga jo, edhe një përqafim se kur t'jetë tua. të tua. Të tua. Ska që do këzimi janë, emocionet forta. Duke që keni një shoqëri të madhe, a jeni rritur bashkë dhe duani shoqëri sa bukur. Këtë shoqëri ta keni gjithë, mbaje si një kujtim të bukur edhe këtë kartolinë. Dhe suksese në rrugën e dijes, të shohim larte më lartë dhe gjithë të mirat të jura. Edhe unë emocionohem, janë vërtet momente të paharrueshme. S'të shkoj, me gjithë se blokohesh në këto momente, s'di për këtë të thuash. Janë emocione. Ksenja e dashur, të falenderoj, gjithë të mira, një puthje nga unë, kalofshi të bukur, mirupafshim. A u kënaqe Romina? Do t'jetë një natë e paharruar, surpriza do të kesh gjithë jetën padyshim, por kjo do të ngilet ajo surpriza më e bukur e maturës së saj. Kalofshi një natë e bukur e dashur, gjithë të mira, dhe